Në fakt, nëse mund të themi në mënyrë lapidare që më njerë, kushtet për me u largu unë miku janë plëcu me njerë me shpallin e pavarësisë dhe si që ka qenë atëre para pom me planin e atesarit 120 ditë tranzitore. Por ka qenë Rusia e cila për ta vështërsu punën e Kosovës dhe të perëndimit insiston që të mbetet në fuqi kjo rezolut. Unë mendoj që fakti që unë miku nuk ka asë një veprim konkret ekzekutiv, asë policor, asë gjyqësor. Unë miku faktikisht është një relikt i vjetër një administrat që gëlltit taksa pagusit, dhe më thonë kantarëve të OKB-s. Por nga kjo perspektiv, edhe unë mendoj që do të shëndrot në një zyrë përfaqësuese të OKB-s në Kosovë, e cila do të ishte më mirë dhe të ndërton një komunikim krejt tjetër. Si sa që ka mbetë kështu, si thush, një mision të cilën askush se dëshiron, dhe më thonë, thjesht dhe është pa detyrë. Dhe mbetja pa detyrë në fakt, kjo të regon që e vetmja punë është këto raportime që bëhen. Në kohën kur shumica e veneve të OKB-s kanë përfaqësitë e tyre diplomatike, mund të raportojnë për zhvillimin të Kosovë dhe por në dritën e kësaj perspektive natyrisht që është mirë që ky mision të përfundojë. Por në Rusi dhe kundërshtarët e pavarësisë së Kosovës e shohin që përfundimi i UNMIK-ut konsiderohet si konsolidim i shtetësisë Kosovës dhe thjesht dëshirojnë ta mbajnë me një lloj xhelozie vetëm për shkak që se njohin pavarësinë. Po përfitimet janë se kjo tregon që Kosova edhe njerë konfirmoj që është shteti pavarur, qeveriset vetë është aftë të administroj pushtetin vetë dhe bëgjitha ne kemi këtu edhe një mision të EULEX-it që ka argjoja për më ndihmu institucionet e Kosovës, por është edhe kjo një mision kitë skoti. Në fakt, Kosova nuk ka nevoj pas për prezencës ushtarake, të këforit për tjera prezenca nuk ka nevoj. Ka nevoj nështë më shumë për investime, ka nevoj më shumë për një formë këshillëdhënie. Por, unë me kjo EULEX, unë mendoj që janë gjëra të tejkaluara dhe nuk kanë rezultate të prekshme në terren dhe në Kosovë. Kosova nuk ka nevoj më tutje për UNMIK-u realisht i takon historisë, për shkak se kjo është paradoksale në qoftë se kemi parasysh faktin që nga 17 shkurti 2008 Kosova ka shpall pavarësinë dhe realisht misioni i UNMIK-ut aq më tepër, pra jo vetëm që i shërben luftës juridike ndërkombëtare të Serbisë kundër Kosovës, por aq më tepër është një mision i cili nga raportimet e fundit është përfshi edhe nga korrupsioni e nepotizmi e afera të tjera, për shkak se nuk ka asnjë logjik që të jetë aktiv më tutje duke u bazuar në rezolutën e tashmë të tejkaluar të Këshillit të Sigurimit 1244. Këtë e ka thënë fuqishëm dhe ky është qëndrimi kundër farsës ndërkombëtare që e shohim në Këshillin e Sigurimit të OKB-s edhe përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kosova nuk ka, pra situata e sigurisë në Kosovë është natyrisht e sfiduar, por stabile dhe e qëndrueshme dhe në këtë pikpamje SHBA-t janë faktori kryesor që i ia thonë të vërtetën Këshillit të Sigurimit në kuptimin që Këshilli i Sigurimit në vend që të merrej me çështje fundamentale dhe shumë të rëndësishme për paqen dhe sigurinë në botë, kthehet në një platformë groteske të retorikës ruse dhe serbe atje në cikle të vazhdueshme 6 mujore në emër të raporteve për Kosovën. Do të ishte elementi më i rëndësishëm në drejtim të konsolidimit të shtetit Kosovës, për shkak se UNMIK-u është bazuar në një rezolutë e cila tashmë është tejkaluar, pra mandati i UNMIK-ut në Kosovë lidhet me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe pas shpalljes së pavarësisë praktikisht
UNMIK-u në Kosovë është një ndërhyrje në sovranitetin e Kosovës, ndonë se ne kemi specifikën e nevojës së më të tjeshme për të qenë brenda ombrellës së NATO-s me misionin e KFOR-it për shkak sfidave të sigurisë, por jo edhe për një mision në atë që përfaqëson UNMIK-u nëpërmjet rezolutës 1244.